Tirana është gati të mikpres samitin e 4 të diasporës. Përmes rrënjëve lartësohemi, kjo është moto e samitit, nga ku gjatë 3 ditëve të ardhshme shqiptar nga gjithë bota do të diskutojnë se si ata mund t'japin kontributin e tyre në atë dhe. Sipas Ferit Hoxhës, ministri për Europën dhe punët e jashtme, samiti është konceptuar si një kuvend për të kthyer lidhjet në veprim dhe potencial në rezultate konkrete për Shqipërinë 2030. Hapja samitit në mbrëmjen e kësaj të hëne do të shoqërohet nga dekorimi personaliteteve të diasporës prej presidentit Republikës Bajram Begaj. Dita e dytë e samitit do të nisë me fjalën përshëndetse nga Ferit Hoxha, ministri për Europën dhe punët e jashtme, dhe ajo e kryeministrit Edi Rama. Diaspora dhe demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare, nga vota tek përfaqësimi institucional, është tema e parë në këtë samit organizuar nën kujdesin e Kuvendit të Shqipërisë. Panelet e tjera do të diskutojnë për rolin e diasporës në inovacion, shëndetësi dhe fushat të tjera. Një rëndësi e posaçme do të jepet edhe gjuhës shqipe përmes panelit me titull Standardizimi dhe certifikimi gjuhës shqipe në diasporë, e teksa Shqipëria po mundohet të avancojë drejt anëtarësimit të plot në Bashkimin Evropian, se çfarë ndihme mund t'jap diaspora. Kjo do të diskutohet në ditën e 3 të samitit në tryezën me temë Diaspora shqiptare si partner mbështetës për integrimin evropian dhe zhvillimin e qëndrueshëm.